O doktor, po prap dole blof? Për shkak të një fatkeqësie familjare, nuk ta ktheva dot përgjigje në foltorin e kuvendit të shqiptarëve, kur për herë të disaj përmend emrin tim dhe shpif. Ndoshta mosha, por me gjas ndërgjegje, nuk të vlejon që të dëgjosh kolegun tënd Tritan Shehu, kur flet se na paska një akuzë për genocid ndaj serbëve prej shqiptarëve të ngritur në Hag. Nuk e dëgjove? Apo bëre si nuk e dëgjove? Për të reaguar si ti di të reagosh vetëm përmes shpifjes. Pse janë burgosur se akuzohen për genocid kundër Serbisë? Po dëgjojmë në seancën e sotshme që liderët e UÇK-s të cilët janë në një proces gjyqësor i cili është i padrejtë, qenë të akuzuar për genocid ndaj Serbisë. Pra po dëgjojmë një akuzë të re, të cilën nuk e kanë bërë as serbët vetë, të dëgjojnë në këtë parlament dhe kjo është e papranueshme. Deputeti që vjen gjoja nga studimi, pati atë që s'mund ta bëj kur njeri, të trilloj dhe të shpif të atriboj atë që se thash kur. E turpshme për ty, Ardit.